Familja ka takuar Arnorin, sigurisht, gjendja e tij fizike është e mirë po për këto 4 muaj sigurisht që gjendja e tij emocionale është shumë e rënduar, po privohet nga liria prej një padrejtësie, prej një sistemi që ndoshta nuk po funksionon si duhet. Institucionet tona janë angazhuar, mirë po ne kërkojmë që të angazhohen më tepër. Familja ka takuar Arnorin, sigurisht, gjendja e tij fizike është e mirë po për këto 4 muaj sigurisht që gjendja e tij emocionale është shumë e rënduar, po privohet nga liria prej një padrejtësie, prej një sistemi që ndoshta nuk po funksionon si duhet. Edhe për këtë arsye sigurisht që gjendja e tij nuk mundet me qenë mirë. Arnori një vit më parë ka jep ndërheqje prej policisë edhe gjatë asaj kohe prej kohës kur ka jep ndërheqje ka qenë duke jetuar dhe vepruar në Gjermani. Gjitha dokumentet, avokatët e Arnorit kanë punuar mbi këtë çështje, janë ndërzuar gjithçka që ka qenë e nevojshme me u dorëzu, kështu që dokumentet edhe gjithçka tjetër ka qenë rregull, është dëshmuar që ai nuk ka qenë atkoh në policinë e Kosovës edhe gjithçka tjetër që ka qenë e nevojshme. Pjesëtar për familjes ngushtë sigurisht që janë taku edhe institucionet tona nuk mundemi me thonë që nuk kanë bërë asgjë për këtë çështje, kanë ngritë edhe ata azanin e tyre, mirë po ne si familje sigurisht që nuk na mjafton përderisa Arnori nuk është afër neve. Kështu që unë thash edhe gjatë fjalimit që e falenderojmë qeverinë, e falenderojmë institucionet në përgjithësi krejt ata të cilët kanë komunikuar me pjesëtar të ngushtë të familjes së Arnorit edhe kanë ngritë zanën e tyre atje ku kanë mujt. Po e vënë ata për shkak se është mbajtur mirë pa drejtë, do thotë se ai Policinë e Kosovës e ka lënë me 1 nëntor ka dhënë ndërheqje 2022. Ndërsa ky akuzohet për rastin që ka ndodhur në 24 shtator 2023. Po. Që s'ka të bëjë fare me atë. Po. Po nuk është ndarë. Po rasti I fundit është ju e dini që janë ka tensionë gjendja, institucionet tona janë angazhuar. Mirë po, ne kërkojmë që të angazhohen më tepër institucionet tona, po sidomos të ndërkombëtare, sepse kjo është një padrejtësi e madhe që po I bëhet Arnorit dhe shumë njerëzve të tjerë tanë që po I bëhen. Nuk është pyetje këtu vetëm se Arnori, po ka të jenë tanë tjerë që ndodhen. Kjo është një kufizim I lirive të drejtave të njerëzit, lëvizjes të drejtave të njerëzit. Ne kishim kërkuar organizatave ndërkombëtare, sidomos to për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe ambasadave të shteteve tuaja të reagojnë më tepër. Sot jemi mbledhur këtu për një arsye të madhe dhe të drejtë, për të kërkuar drejtësi për Arnor Spahijon. Arnori, një ish polic I ndershëm dhe I përkushtuar ndaj shërbimit të ligjit dhe sigurisë së qytetarëve, sot ndodhet padrejtësisht në burg në Serbi, I privuar nga liria dhe I ndarë nga familja e tij.